Startuan sot provimet kombëtare të arsimit bazë me atë të gjuhës shqipe. Të grupuar në 3 qendra administrimi në Gjirokastër, këtij provimi u nënshtruan 308 nxënës që këtë vit mësimor përfunduan ciklin 9-vjeçar të studimeve në shkollat e bashkive Gjirokastër dhe Libohov. Në përfundim të testit ata u shprehën se teza ishte e lehtë dhe koha 2 orë 30 minuta ishte e mjaftueshme. Vështirë ishte i nivelit mesatar dhe për një nxënës që mësonte ishte i lehtë. Sa kohë ju desh që juve ta përfundoni? Diku te 1 orë gjysmë 2 orë. Teza ishte e nivelit mesatar, eseja mund të kishte disa kleçka të vogla, sepse duhet të bazoheshe tek teksti i dytë, por në përgjithësi ishte shumë i thjeshtë. Ishim në qetësi maksimale dhe besoj të marr 10-ën. Koha ju arriti? Po, na arriti dhe na teproi. Testi ishte shumë i thjeshtë. Mendoj se teza do ishte më vështirë, po dola shumë mirë, i bëra të gjitha. Edhe tekstet ishin shumë të thjeshta për të kuptuar edhe alternativat. Gramatika ishte çik më e vështirë për mua, prap dola mirë besoj. Dhe në fund desen që duhet ta bënim të gjithë, e lash për të fundit që të përshëndresha edhe më mirë. Mjaftoi koha? Po, më mjaftoi. Bëra të gjitha brenda 1 orë gjysmë besoj. Pavarësisht kësaj, pati pyetje dhe ushtrime ku ata u vendosën në vështirësi. Po pika më e vështirë, diku ku haset vështirësi ku ishte? Gramatika kishte pak të vështirë. Tek eseja deri diku, por përgjithsisht testi ishte i lehtë. Besoj se te gramatika ishte pak më vështirë për mua. Kishte më shumë ushtrime të vështira dhe atje u mendova pak më gjatë të tjera. Data 25 qershor do të shënoj zhvillimin e provimit të matematikës, ndërsa të hënën do të zhvillohet provimi gjuhës amtare për nxënësit e pakicave kombëtare.